Atëherë, Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative BIRN dhe Qendra CLE kanë depozituar në gjykatën kushtetuese ditën e sotme ankesën për ta shpallur si antikushtetues vendimin e Këshillit të Ministrave që ndalon platformën TikTok në Republikën e Shqipërisë. Ne e dim, dua ta theksoj që në fillim, që në krye të herës, që ne e dim problematikat që kanë rrjetet sociale, jo vetëm në Shqipëri, por në rang global. Dhuna dhe diskriminimi që ndodh në rrjetet sociale është një shqetësim serioz për të gjithë ne, për prindrit, por edhe për ne të rinjt. Gjithsesi, të gjitha këto situata nuk mund të çojnë asnjëherë në censurë të plotë dhe mbylljen e rrjeteve sociale, sepse ne kemi çmuar dhe kemi arsyetuar edhe në ankesën që kemi bërë në gjykatën kushtetuese se mbyllja totale e TikTok cënon rënd lirinë e shprehjes, të drejtën e informimit, por dhe liritë ekonomike të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut tani më është shprehur me të paktën 2 vendime ndaj kundër Turqisë, që i ka shpallur si kundër Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mbylljen totale të platformës YouTube për shembull, por edhe të rrjeteve të tjera sociale. Ne mendojmë se dhe vendimi që është marrë nga Këshilli i Ministrave është një vendim jo proceduralisht në rregull, pasi kufizimi tërësor i të drejtave dhe lirive të njerëzit nuk mund të bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave, por nëse do ta kishin seriozisht të situatë, mund ta çonin, ta diskutonin në komisionet parlamentare, në parlament dhe ta miratonin edhe në parlament, pra për të pasur mundësi për të diskutuar në mënyrë të gjerë. Për neve personalisht edhe procesi i pyetjes së prindërve, pra që ka deklaruar Këshilli i Ministrave, ka qenë një proces tërësisht jo transparent dhe mënyra se si është bërë kjo, qëllimi kryesor për neve është kufizimi i të drejtave, kufizimi i lirisë së shprehjes fillimisht dhe më pas kufizime të tjera. Ne jemi shpresplot, ne jemi besimplot që anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk do ta lejojnë që kjo gjë të kalojë, nuk do ta legjitimojmë këtë, sepse kjo do të përbëj rrezik jo për mbylljen e TikTokut në Shqipëri, do të krijohet një precedent i rrezikshëm që mund të çojë në mbylljen e rrjeteve të tjera sociale, por edhe një ditë të bukur, pra në fikjen totale të internetit nga kushdo qeveri, nga qeveria e tanishme dhe nga qeveritë e tjera që mund të vinë në të ardhmen. Ndaj nuk duhet krijuar precedente të rrezikshme për demokracinë dhe për lirinë e shprehjes. Ne dimë që liria e medias dhe liria e shprehjes fatkeqësisht është në sulm kohët e fundit nga pothuajse të gjitha shtetet me drejtues autoritar, por ne duhet t'i sfidojmë, ne duhet t'i sfidojmë së brendshmi tek gjykata kushtetuese, por padyshim edhe nesër në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit, nëse 8 anëtarët aktual të gjykatës kushtetuese vendosen për ta legjitimuar këtë vendim të keq dhe të rrezikshëm nga ana e Këshillit të Ministrave. Tani doja jap fjalën për më shumë detaje, sigurisht avokati që na ka përfaqësuar zoti Frans Terihati, që është gjithashtu drejtues i qendrës CLE. Përshëndetje të gjithëve. Përpara gjykatës kushtetuese kemi depozituar kërkesën për shfuqizimin si të papajtueshëm. Përpara gjykatës kushtetuese kemi depozituar kërkesën për shfuqizimin si të papajtueshëm të vendimit të Këshillit të Ministrave, i cili ka disponuar për ndërprerjen e aksesit në platformën TikTok për një periudhë deri në 12 muaj. Në bazë të VKM-s, ndërprerja e aksesit në këtë platformë është argumentuar me qëllim shmangjen e pasojave negative sociale dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Në kërkesën që kemi paraqitur përpara gjykatës kushtetuese kemi argumentuar që ky vendim i Këshillit të Ministrave cënon rënd lirinë ekonomike, lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit dhe të drejtën e informimit, dhe ky cënim është realizuar në shkelje të parimit të sigurisë juridike dhe parimit të proporcionalitetit. Më konkretisht, këto liritë të drejta mund të kufizohen, thot kushtetuta, por thot dhe një praktikë konsoliduar gjykatës kushtetuese vetëm në bazë të një interesi të provuar publik, ndërkohë që na ka rezultuar që interesi publik vetëm është argumentuar në këtë vendim të Këshillit të Ministrave, por nuk provohet që mund të cënohet nga përdorimi i qytetarëve të Republikës së Shqipërisë i kësaj platforme, dhe nga ana tjetër edhe në rast se do rezultonte që do cënohej interesi publik, kufizimi duhet realizuar me mjetet sa më pak të dëmshme për cënimin e këtyre lirive dhe të drejtave,
dhe gjithmonë masa e ndërprerjes apo masa e mbylljes për një periudhë caktuar duhet të ishte masa e fundit që mund të zbatohej, pasi duhet të vlerësoheshin masat të tjera më pak kufizuese dhe më të përshtatshme për të garantuar interesin publik i cili pretendohet se mund të cënohet. Në kërkesën që kemi adresuar në gjykatën kushtetuese, përveç kërkimit përfundimtar i cili ka për objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me të kushtetutën të kësaj VKM-je, gjithashtu kemi kërkuar dhe pezullimin e zbatimit të saj. Faleminderit.